Mbroma gjithë ç'a bëhet. Kjo video është prapë për çunat e palestrës. Pash sa nga ju që jeni dakord nga video e djeshme, doni më kap me gjysh ujkun. Shumë bukur. Atë ç'a lash pa ju thon dje, pa ju hedh në tokë gjithë këshillat që ju kanë dhënë deri tash, do ju bëj sonte. E keni vurë edhe vetë besoj. Nuk ka rëndësi sa vite palestër ke për të botë, ti nuk ke për të pas kurrë trup mirë sa çka i punëtor Llaçi, që është 40 vjeç. Keni provuar ndonjëherë me bë mundje krahë me punëtor Llaçi, ju bëfshë mund progressive overload. E ke vurë besoj që këto që merren me not kanë trupa pa as mirë sa këto të fitnessit, po janë detaft për not tash. Ti nuk je xheloz për notën, e kuptoj, po duhet të jesh xheloz për gjë tjetër. Do them çik më vonë. Duhet të keni vurë pastaj që ka dhe futbollistë më raste, që merren vetëm me kardio, që kanë trupa pa as mirë sa këto të fitnessit. Thjesht din me lut dhe futboll tash, përveç se kanë të njëjtin trup siç ke ti, masa më të mirë, shumë më të mirë. Gjithë këto që përmenda, notari, futbollisti edhe punëtori i Llaçit kanë trup më të mirë se ti. Dhe asnjëri nuk bën izolim. Ti duhet të jesh xheloz për faktin që ai duket njësoj si ti, ka trup fitness si njësoj si ti, po i ka dhe muskujt efektiv. Nuk i ka thjesht bukur më pa, siç i ke ti, mor gay. Nëse nuk vunin nga efektiviteti i muskujve, ta garantoj që do vunin në të ardhmen. E dini kur do vijë moment në të ardhmen që ta kuptoni që ju duhet dhe efektiviteti. Dhe kuptoni kur jeni bot trekonç përmes izolimit, duke bërë ushtrimet izolume dhe të gjithë mendojnë se ti je i fortë, askush nuk psep në sy. Kjo shkakton që konfidenca jote të shkojë deri në tavan. Pa pritur do takosh në ditë në punëtor Llaçi, hun lesh, ai do të fiturit. Edhe aty do kuptosh që duhen dhe muskëj efektiv, jo thjesht bukur më pa. Kur do ju duhet në herë në jetë jashtë palestre, forca që ke me shty shtangën përpara. Kur do jesh në herë bllokum poshtë makinës, e duhet me shty makinën përpara. A do jesh në herë që forca me shty makinën gjithsesi? Gjitha sportet pothuajse futbolli, basketbolli, noti, fighting, punëtori i Llaçit, gjithë përfshin dhe palestrën, pastaj dhe shumë gjëra tjera. Ti mendon se është mjaftueshëm me bë vetëm palestër. Bravo plak. Ty të kanë thënë që për biceps duhet të bëj 10 copë me shtangë. Nëse ke të lehtë ngrit peshën, bëj prap 10 copë. Po këto bëj me formë të mira, më bëj të izoluar, bëj vetëm me biceps. Kur ka qenë rafuni që keni bota na sjelltën? Kur ka qenë rafuni që vetë gjysmën e peshës që vetë zakonisht të bësh aq copë sa nuk i numron fare, të bësh aq copë sa mundesh. Do fillosh të i bëu sa i lehtë qeka. Do bësh një 20 copë të para, ose sikur po lodhem, pa pritur nuk e bën dot më me formë strikte. Çe ke 15 nuk e bën dot me formë strikte, me thënë drejtën. Shumë bukur. Filloj jepi edhe me mes tash. Po flas të bësh 70 copë deri në momentin që nuk e ngren dot më, literalisht nuk e ngren dot më. Provojini një herë edhe këtë lloj seti, është shumë i bukur. Aty do kuptoni se ju vlen zemra, se ju vlen muskuli më rëndësishëm. Teoria mbi këtë lloj seti është që trupi po gjen mënyra se si me vazhdu me bë më tepër. Që është e njëjta gjë në raport me atë që bën punëtori i Llaçit. Ai nuk lodhet shumë tashi, ai lodhet pak tashi, pak më vonë, 4 orë rresht, lodhje të vogla. Kjo është arsye pse më marri punëtor Llaçi, më fut në palestër, më i thon bëj 10 copë kontrollume, ai si ndjen fare, zemra aty nuk rref fare, rrefisoj. Ndërsa me të vot ty me bë punën e punëtorit Llaçit, ty do të merri fryma si derri brenda gjysmore. Nuk ka rëndësi sa kardio ke bë, bashkë me ngritjen e peshave jo. Nuk ka rëndësi sa shkallë ke bën palestër. Kjo është diçka ndryshe. Kjo është pa formë të mirë. Kjo është diçka që ti nuk e mësuar ta bësh deri tash, sepse ke gjysmën e muskujve që nuk i përdor fare, dhe të garantoj që nëse s'ka ardhur akoma do di patjetër një ditë që do duhet me përdor atë gjysmën tjetër, por nuk e ke, sidomos zemrën. Faleminderit për mirëkuptimin, ngjej ushat izoluar në dollap.